Qeveria thot se një seri projektesh të ndërmjetësuara nga korporata e investimeve po i afrohen fazës së lejeve të ndërtimit, me një vlerë investimi prej rreth 450 milion euro. Por ka një problem. Askush nuk e di realisht se çfarë marrëveshjesh janë bërë për këto investime. Pamjet e projekteve shfaqen publikisht, por kontratat e nënshkruara për to nuk shfaqen askund. Dhe kjo ndryshon komplet historinë. Më 29 janar, kur u mbajt konkursi për kullën që do të zëvendësojë jetimoren Zyber Allulli, drejtuesja e korporatës Elira Kokona dhe kryeministri Edi Rama deklaruan se një pjesë e projekteve janë gati për të marrë lejet e ndërtimit dhe për të nisur nga puna. Ne kërkuam listën e këtyre projekteve, raportet e negociatave, përfitimet që merr shteti, si dhe kontratat paraprake. Përgjigjja zyrtare ishte se informacionet gjenden vetëm në faqen e korporatës. Pra, zhvillimi i pasurive publike me vlerë qindra milion euro nuk ofron asnjë dokument, vetëm një referencë për t'ju orientuar online. Por verifikimi që ne i bëm faqes tregon diçka tjetër. Ka konkurse, render 3D, studio arkitekturore, por nuk ka kontrata, fizibilitet, garanci financiare dhe raporte se çfarë përfiton shteti nga këto investime. Projektet planifikohen në prona publike dhe publiku di pak ose as pak për to. Theksojmë që korporata e investimeve luan rolin e ndërmjetësit ekonomik. Ajo funksionon kështu. Identifikon prona shtetërore, hap thirrje për investitor privat dhe negocion për zhvillimin e tyre. Shteti nuk shet tokë, as nuk ndërton vetë, por hyn në marrëveshje me ndërtues privat, si një pronar i rëndom toke, të cilit i ofrohen në këmbim metra katror ndërtimi. Por nëse në rastin e përgjithshëm, pronari privat i një truolli i del vetë për zot pronës së vet dhe interesat e tij janë të lidhura ngushtë me intensitetin e ndërtimit, formula e ndjekur nga qeveria nuk tregon dhe aq garanci për interesat publike, ose së paku nuk është aq e sinqertë. Le t'i analizojmë bashk projektet që qeveria thotë se janë gati për leje. Kulla Void Tower, e konceptuar nga Andrea Caputo, fituesi fillestar i garës për këtë kull, ofroi 46.1% të sipërfaqes për shtetin, por u tërhoq. Negociatat kaluan tek oferta e dytë, që ishte 45%. Projekti kërkon rreth 79 milion euro për investimin. Në këtë thirrje, investitori do të ndërtojë për qeverinë kompleksin governativ. Projekti kërkon rreth 37.5 milion euro për investimin. Nga shtatori 2025, në faqen e korporatës, nuk ka pasur njoftim për nënshkrim kontrate. Megjithatë, sipas qeverisë, projekti është gati për leje. Gjashëm është vepruar edhe për Pallatin e Sportit Aslan Rusi, asnjë njoftim për lidhje kontrate të mundshme, apo se çfarë u bë me këtë thirrje. Investitori ofroi për këtë projekt 40.5% të sipërfaqes që do të zhvillohet. Projekti studios holandeze MVRDV kërkon rreth 109 milion euro. I vetmi projekt që ka pasur një njoftim paraprak për kontratë të nënshkruar rezulton të jetë ai për stadiumin Selman Stërmasi. Në këtë projekt, investitori parashikonte të ofronte 46.5% të sipërfaqes së zhvillimit. Projekti studios OMA kërkon një vlerë investimi prej së paku 172 milion euro. Megjithatë, në njoftimin e korporatës nuk ka të dhëna për datën e nënshkrimit të kontratës, kushtet e vendosura në negocim dhe afatet e mundshme se kur mund të nisin dhe mbarojnë punimet. Por rasti më i paqartë dhe shqetësues i këtyre projekteve është ai i bibliotekës kombëtare, një ndërtesë e rëndësishme publike, të cilën korporata e ofroi ta ndërtojmë në partneritet me privatin. 2 thirrje të hapura më parë, ku jepnin si incentiv mundësinë për të ndërtuar kulla tek ish vilat gjermane, u anuluan për mungesë ofertash. Por befas, projekti i bibliotekës, konceptuar nga studioja belge XDGA, shfaqet në listën e projekteve në pritje të lejes. Korporata nuk ka njoftuar asnjë procedurë të re konkurruese dhe përrjedhoi asnjë marrëveshje publike me investitorin. Bëhet fjalë për një institucion publik kombëtar që kërkon rreth 55 milion euro investim, por mënyra se si do të financohet dhe formula se si do të marrë shteti në dorëzim këtë ndërtesë mbetet e panjohur. Në mungesë të kontratave dhe kushteve të negociuara, publiku nuk mund të verifikojë nëse këto projekte përbëjnë investim publik apo thjesht një transferim të pasurive shtetërore tek privatët pa procedura të mirëfillta privatizimi. Prandaj çështja nuk është thjesht transparenca proceduriale, por kontrolli mbi mënyrën se si po vendoset për përdorimin e pronës publike. Pa llogaridhënie, zhvillimi urban rrezikon të mbetet një vendim i mbyllur që qytetarët e kuptojnë vetëm kur kantieret nisin të hapen apo ndërtesat janë ngritur tashmë.